Jemi në Vënçe dhe do të flasim për hajdutët, për vjedhjen. Na mbytën hajdutët ore. Po qa kanë, olla? Po qa keni, olla? Qa keni që s'mundjen gjitse? Duke se ngjitet hajdutëria. Po, këta sigur janë unë jam hajduta, rri me ty, bësh dhe ti hajdut. Po, kjo është viroz, është viroz. Po tani kur të ftuarit rrin me ne, qa ndodh me të ftuarit? Bëhen dhe këta hajduta? Të ftuarit kur rrin me ne, bërtasin kundër vjedhjes ose pro, se dim se qa mendim e shkan. Prit se nuk e dim akoma. Në studio me një panel të jashtëzakonshëm siç Bardazia ditë ofroj gjithmonë. Albana Nexhipi, një mik e dashur e studios tonë, ajo bën libra edhe për fëmijë, por merret edhe me çështjet e shoqërisë, këto janë shumë të rëndësishme, apo jo Albana? Gjithmonë. Vjen për herë të parë në studion tonë Artan Rexhepi, një specialist i çështjeve të kriminalistikës, po ai i shikon gjërat edhe më gjerë në shoqëri. Është një mik i dashur, po sot për herë të parë do ta kuptoj se ç'është Bardazia e vërtet. Faleminderit që jeni me ne. Kënaqësi është. Rikthehet në këtë sezon të ri, një mungesë e çuditshme dhe pa justifikuar nga ana jonë. Dea Toçi, poete e mrekullueshme, mik e dashur. Faleminderit juriste e gjithë të tjerat, po faleminderit mbi të gjitha që jeni mikja jonë. Faleminderit. Mirë se erdhën, Marios. Ai nuk ka nevojë për prezantim, arbis vjerdha, ai po të ketë gjë në dorë, ua bën kokën copa të gjithëve. Kjo e përshqyqyr që s'ka gjë në dorë, prandaj livadistit e ca ditë juve. Tani, Arbis, duhet ta nis me ty. Si ka mundësi që ne na pëlqen gjithmonë ajo gjëja tjetrit, more? Ore, sikur na ngjit me dorë. Ë? Pa, jo, nuk ka qenë gjithmonë kështu, e dini edhe ju që nuk ka qenë gjithmonë kështu. Ka qenë hajdutët kanë qenë gjithmonë, tani s'ka qenë gjithmonë. Ne po flasim për raste sporadike, apo 1% shumë të vogël. Tu vjedhin gjithë. Thuajse. Me fjalë kanë kaluar në minorancë. Si edhe unë dhe Erioni? Po edhe ne vjedhim. Me fjalë më përpara. Vjedhim vëmendje. Ne që vjedhim jena minorancë. Ato kanë kaluar në majorancë gjithë me fjalë, duke filluar. Gjithë hajdutat majorancë? E pa ato fëmijët në Shkodër se çfarë bashin, dhe thot policia, nuk kemi se çfarë mi bë, shkoshin vjallshin frigoriferat e këtyne që i lajnë jashtë, atin këto kioskat, i vjallshin pijet e gjërat, s'kena çfarë mi bë, thot, merrim Druga Lemajve? Krefi herë me si jo. Po i hundi na ka marrë ne i prezantom se ç'a. Ato s'kena vjellë kujna rritë pastaj. Ne, çanciet ka. Po, ma përpara gjithë që ka fukarliko, do m'leni të marroj vjellë që ma... Jo, po një sekund tani, drunit ka majtë që se bëraj duty? Po, sigurisht, sepse në fillim nuk e kuptoja, pëse m'rafin, ato s'kishin njerëva... Pse, edukimi thua këti ti? Ama, fillot jo tani me këto amerikanisë, ama na leni, aman... Unë munu, karse më falë për shkërën kanë dhe ndru... Po, jena rrath gjithë. Jo thupra, jo në i dac, jo në i qa, se që nga kjo pun. Ore, ripi, ripi, bravo. I bekuar. Varet se nga e po, nuk e... Shën ripi. Dë më shën nëna ka majtë drunit dërë tani që se mi bua i duta. Shën ripi. Pjesën kemi qenë të veqën me fjalla, jo ka qenë, kurse tani kanë nevoj fëmija për psikolog, pa dit e mamin i thu, pa dit e babin. Ja, pyte dhe janë njerë, për qa ka nevoj hajduti, që të mos bëjmë hajduti? Sigurisht jo për dhunë të njësë. Nuk mund të rinë në një tavolin, në një panel, që dëgjoj që fëmija edukohet, fëmija dhe i rritur, jo me dhunë, të më thënë në shkullë. Jo i rritur i me dhunë. Mëse kena faktë, që jafu një kot tani. Fëmija si rritur, jo se jafu s'kot njëre, fu s'kot. Jo, unë besoj se kjo është një paragjykim shumë i madh. Shumë që jafu një kot pash, dhe është e saktë që jafu një kot dhe po flas në tekst, jam në shumës, vetëm unë jam, flas në emrin tim. Gjithsesi sigurisht edhe u ba dy, kur janë më shumë se një, jeni ju. Jo me dhunë, që shkjo të me thënë, se nëse do edukojmë dikoj që vjetë me dhunë, i bidu të edukojmë pasaj që çdo gjë zgjidhet me dhunë, edhe janë to rastet... Dhunë në gjuhën shqipe, ashtë kur ti e ushtron ku di veta në nga ana fizike apo psikologjike një njeri duke poshtru dhe duke lanë mos me ba asnjë lloj veprimit apo gjajt apo duke ba atë që don ti. Po ai ripi që the ti ç'është ai? Është për këtë. Ai ripi për çfarë? Ripi do thar Erioni, nuk kam. Ripi është Erioni. Po në moment Jo, dikur ajo shpreha, pra ajo shpreha, po. Por ne ka qenë shripi. Tani po ta tregoj vetë. Ne kam një fëmijë 10 vjeç, supozohet. Po. Dhe vjen dhe zonja, allë më thotë që mi ka marrë thotë Gjakovendin djalit thotë kur ato janë kënë të lytop, hajni pura me fjalë për të mallin zotë e sakatojmë ndrum. Ose ma thunë se çfarë duhet mi ba. Sepse është fajim, sakaton fëmijën tënd në drum. A çfarë thumë ose unë po egzagjeroj. A kupton se nuk do më ta thesh kam she dush. Por çfarë do bash ti me atë fëmijë këtu, do të thësh psikologën ti? Jo, më do i flas vetë fëmis. Si mi fol vetë? Do t'i flas më. Do t'i flas. Po do t'i flas me kujdes, ç'është kjo? Duke rrahur një fëmijë, ti e mëson
Po si do ta dhunosh pra? Me dru pra the. Po jo mos e rrafi. Po mirë pra atë, po pra rrahja jote është dhuna ime. Arbisi thotë që po rrafe një herë ai nuk vjedh më. Puna është që po të vike psikologu vjedh prapë. Jo, problemi është po vodhi pasi e rrafe. Për atë po kalbë gjithë. Them duke rrahur, jem thonë që ai gjë e kanë fajin psikologët domethënë. Realisht ta them. E kanë fajin psikologët. Jo, nuk kanë fajin psikologët. Po kush e ka fajin? E kanë fajin sistemi që po implementon këto amerikanatat, sepse ne sado që psikologu është amerikanat. Amerikanat ma psikologu se ma s'na trash një kot tani. Se s'duhet psikologu është kot. S'kan respekt për nanën, për babën, për askan. Që ka kot psikologu? Po na dhunon të panelit. Për kalaman, psikologu për njës të rritur, se kam halë vetën hajde të flasin bashkë, për qa? Ku kanë pas psikolog në kot tonë, mërë? S'ka pas varje, vetë varje, drogna, e gjana për në lenë shto. Ke shtëpia. Wow. Tash do të të bëj një pyetje. Një çfarë ka qenë më? Po një televizor ka qenë kontrolluar nga regjimi. Po, unë kam jetu me të qytetit. Kam marrë shkollat, nuk kam pa në femër që ka varë vetin apo dhe fjallë. Nuk kam pa duke u droguat. Se se ke parë, do me thënë nuk është se... As nuk kam pa duke vjallë. Një ka pa gjithë lagja, edhe dishin 3 lagje për i hirë që ashtë fjallë në hajnë atje. Vetëm një pyetje. Ti e përgjithsove. The, këtu është bërë normale, vjedhin gjithë. Ti vjedh? Sa është vjedhin majoranca? Që do me thënë, minoranca jemi ne këtu që po flasë. Po jo vetëm ne mon, po thëmë 100 veta, kupton, po ta garantoj që pjesa ma madhe, o vjedhin veto, i vjedhin fëmija, o vjedhin shok. Kjo qëtë majorancë. Unë jam shumë e sigur që kështë një paragjykim shumë i mas. Se si janë rahur, them, se po t'ishin rahur, nuk do vjedhin. Përgjithësime kështu janë... Me demokraci, leku, filloj duke bastardu kalamanin. Edhe prindi, kur bate lek që vjallte për veti, nuk investohet e ke fëmija me çu në shkollë dhe mi mësu me fjalë ç'është dinjiteti, ç'është puna, dhe ç'është. Këtu jam dakord me Arbisin. Këtu jam dakord. Plus edhe mi mësu se ç'ti më thonë me dash vendin tonë, mos me vjallë. Me mësu pra jo me rraf, këtë po them unë, me mësu brenda familjes. Tu kem mbështetjen time, Arbis, një sekond. Atëre po jeci linjës në fakt. Unë jam me Arbisin këtu. Ndoshta nuk jam shumë dakord të ka pjesë, po që faktikisht modelet që po afrohen sot janë modele pozitive të hajdutëve nëse mund të them. Modelet pozitive të hajdutëve? Ato po ju ofron dëndurazi interneti. Targat e verdha që vinë me ato bluzet firmato, me ato modelet e tyre. Hajdutët qeveritarë që konkurrojnë dhe drogën. Mirë, okej. Aja është standart më i nalt. Tamam, hajde definition hajdut. Hajdut i nivelit lartë. Sepse, ja u theme sinqeritet dhe nuk është se ju nuk e konstatoni, nuk kam fytyra kriminale të gjithë që janë në një luks të shfrenuar. Hajduti sotëm nuk ka fytyrë kriminale. Jo, e kisha fjallën për këtë i do them pas. Pra i bie që janë ca të ardhura kështu më elegante, vjedhe janë, në më thonë. Po që në gjukimin tim, se e kam kështu... Nuk quhen hajdut ata? Intuit profesionale... Si quhen, politikan? Jo me politikan edhe njerëz me poste, qunat ose vajzat e babalarve me lek në konkurojnë pa drejtësisht fëmijët, sot tash do ta fillojmë ke shtëpia që një shtëpi 4.000 euro metri katror nuk blehet, do të si duash domethënë. Modeli që i afrohet shoqërisë sot nuk është modeli qytetarëve të shëndetshëm. Është modeli Hajdutit, po thua. Okej, po mirë. Kam një problem shumë të madh në këtë, Leonela do të ndërpres. Ne nuk mund të paragjykojmë njerëzit që punojnë, vënë lek me djersën e tyre dhe ky etiketimi që ti ke bërë parat ka biznesi. Ti instiktivisht Jo. Tash do të them një studim para se të vija këtu. Të gjithë punojmë, unë kam një lloj niveli në profesion, tash çfarë gjithë punojnë. Jo, nuk e vë në dyshim. 16 vjeçar, 18 vjeçar, 100.000 euro BMW tani hyje njëra saj. Nuk jam kundra kapitalizmit unë. Bravo se Lavnura se u duk sigurisht e kundër kapitalizmit. Ashtu është në një burr shteti që tall pensionistët e kupton dhe vazhdon e vjet për vetë. Jo, absolutisht. Edhe tjetra. Edhe ndoshta edhe për nivelin më të lartë imperializëm, po problemi është që jemi në gjendje ta dallojmë ose dim për shembull. Nuk e di, base juve... Disa statistika në Itali, po u a them shpejt e shpejt. Po për mua nuk afron modelet. Vjedhjet e Itali ishin shtuar kohët e fundit, dhe doni ta dini kush ishin të parët që vjedhin më shumë? Shqiptarët. Jo, italianët vetë. Italianët vetë. Pastaj vinin shqiptarët. Po normal, më si të... Jo, që ne jemi gjithë Hajdut është... Jo. Që do italianët 60 milion. Normal që kanë më shumë. Është në natyrën njerëzore që ku ka të marri. Patologjike dhe jo patologjike. A dim pse vjedhin në Itali? Sepse kodi penal italian, Hajdutin e lëshon mas 6 muajve. Tani, o do e mbash në burg,
Ose do bësh një kod penal që ti po të zuna të vjell nuk bësh dhe 6 muaj. Kuptoj, por ne themi vjedhi vetëm shqiptarët, nuk dua t'i hy justifikimeve. Në të marrë. Dua të them që nuk është vetëm një fenomen si me thënë absolutisht shqiptar. Jo. S'lindi komo. Unë themi ne jemi hajdut, unë se them dot. Ore më lënë të marrë si ishte ajo puna që thot tash modelet që afron që ne jemi o hajdut. do e marrësh në burg, o do e thesh në druat e zotni për me marrë vesh, sepse ti do e lëshosh mas 6 muajve, ai vjell prap. Ti prap 6 muaj në burg, ai prap ban. Se ti nuk është të zën me herë para, ti e zën me herë 20. Tani si do ja bëjmë atë? Ti po thu me styk komët që mos më shko më ke vendi. Atëre. Atëra unë se fus fëmin të në burg. Atëre. Jam i detyruar. E kap me një vjedhje. Po fillove me vjell ti fillon që fëmijë. Me vjedhja fillon në tendera kur ti je i madh dhe e din ç'a Aleko. Ti me vjell frigorifera, me vjell xhupa, me vjell këto. Mund mos kesh vjedh fare fëmijë dhe rekrutohesh për atë punë për tendera. Kur mos sa vjeç? Po sa dush e pranon të bëhesh ushtare, pranon të bësh dhe burgun dhe të mbyllësh gojën. Duhet të bëj një kategorizim që mos flasim. Jo për vjedhje flas. Ka vjedh me vjell ordinere shumë. Po të rekrutohen ata që janë spakës flasin. Kush ato? Që s'tregojnë emrat. Vjellet më ato janë kriminalë. Çfarë janë ata? Ne po flasim për hajnë më. Ai duhet lejko që ordinere. Ne do ta marrim nivelin këtu dakor. Kush na mësoi këtë vesne? Kush na mësoi këtë vesne? Nevoja. Jo, nevoja ishte ma për para. Duhet të bëjmë një kategorizim, Ornela, me se s'bën. Atëre një lloj vjedhësh janë për nevoja financiare. Duhet të bëjmë një kategorizim. Për nevoja financiare, është niveli i parë. Jo, ka njerëz që vjedhin një buk apo një pallto sepse janë të varfër. Pa jam. Ka pra se e bëjnë. Po se vjellë fëmija pallto mëse i varfër më. Jo, po mirë më çrën si ka e vjedhi jati, po vjedhi është ajo. Me vjedhi jati hajt më halal. Jo, në vjedhet për nevojë. Ne duhet të bëjmë kategorizime. Vjedhet për nevojë. Po vjedhet pra këtë. Pra vjedhet edhe për nevojë. Mund t'ju tregoj një rast konkret. Tash kategoria tjetër është ajo që thon këta që kanë mundësi dhe vjedhin. Mund t'tregoj një rast shfrytëzojnë hapësirat ligjore. Pra, në momentin që ata kanë zotrojnë ligjin, njohin vakuumin ligjor, ata shfrytëzojnë këto vjedhjet e mëdha që po diskutohen tani. Këto nuk janë për buradorën Morelek. Është shfrytzuar ligji aty. Janë parë gjithë vakuumet ligjore. Pra, ne duhet bëjmë. Po. Jo, e marrë vesh. Absolutisht që ka të drejtë. Por ama duhet të bëjmë një ndarje. Po, do thosh. Ligji ta jep, si më thënë, edhe tash. Ishte një adoleshent që ishte bërë 1000 vjedhje. 1000 vjedhje. Dhe po e pristin ditën që të mbushte moshën që ta arrestonin. Dakor. Tash unë do thosha diçka tjetër. Vjedh 200.000 lekë, thoni dyqan, dalin gjurmë të gishave, dënohesh me burg. Vjedh 20 hektar tokë, në një formë falsifikimës gjë tjetër, zgjat procesi me 10 vite, dënimi mund të jetë më i ulët. Edhe kjo është një lloj stimulimi i vjetër. Jam shumë dakord që legjislacioni ka problemet e veta, po që vjedhje për nevojë, unë mund t'ju themi rast nga eksperienca ime, po jo them shumë sinqerisht. Ishte një që marr një dyqan kputush, që marr aty palë kputush. Edhe vajta aty më ngjarje për gjurmë, për tjera. Po të betohem, do më thonë, në moment që ishë grupi gacën policët, shu, tha, pa përi qap bukë e mora, ishë arazime e jap derën, do më thonë, me i thonë ikë. E kupton? Përi qap bukë. Dhe po ma ta që vjedhin nga varfëria për ma nuk të nuar. Ka adrenalinës, ka vjedhe që ndihen të konkuruar nga... Albana thot një gjë me shumë vënd. Mua kush vjedh se ka nevoj se ka fëmijën pa bukë dhe se do ushqej fëmijët, nuk duhet të nuar, duhet të ndërhyj shteti, t'i siguroj një mundësi financiare, në mënyrë që ai të ketë pak të bukë, se më fal, edhe ti po të kesh fëmijë pa bukë do vjedhësh. Unë po ta kem fëmijë pa bukë do vjedh, unë nuk dua të merrem me këtë kategori. Hajde diskutojmë tani pjesën tjetër se si këta shfrytëzojnë vakuumin ligjor dhe e kanë kthyer në metodologjikë. Që janë shumë të pasur e kanë hobi. 1% e vogël mund të jetë. Ç'është ky lloj hobi se këta kleptomanët si kam kuptuar kurrë. Si më shpjegon pak ta mua? Ka njerëz me standard që kemi patur gjatë punës edhe s'kishin asnjë lloj nevoje. Pra veç nevojave që përmbush, ndoshta për ta mund të jenë fare të para krahasueshme, domethënë mund të ketë njerëz shumë të pasur, ka njohur historie që e kanë këtë zakonin e të vjedhurit për hir të kësaj problemit psikologjik që kanë, është edhe, mendoj, është ajo knajsia që marrin duke mashtruar, sepse vjedhja bëhet nëpërmjet mashtrimit, pra duke i marrë... Është si droga, pra. Është adrenalina që ti merr nëpërmjet faktit që edhe përvetsove diçka, por ka plot të tillë që nuk e kanë nevojën për të përvetsuar të gjë. Po si e një psikologjia këtë, si problem mendor apo si një ves? Si mendor. Mendoj që është problem mendor, problem psikologjik. Dhe trajtohet vjedhja nëpër klinika me ilaçe? Fillon me vjedhje, nuk e di tamam, ose është pjesë psikologjike. Po ja na e thot psikologja pak se po na e shpjegonte. Atëherë fillon Po në qofë se e ditin e të jo më iqë thash, etapat që kalon vjedh,
fillon uren veten dhe pastaj ndjen keqardhje. Ky është kleptomanët. Ky është kleptomanët, ë? Ndjen keqardhje, fillon uren veten, domethënë. E vret ndërgjegja, domethënë. Që kalon një kleptoman, domethënë në një orientim. Dhe pastaj nuk vjedh më apo vjedh prapë? Ja, ka çikëra të punës. Po çfarë bëhet, si dënon ligji shqiptar? Nuk e di, lehtësia ligjore, unë s'jam për të thënë lehtësia ligjore, për mua ai duhet. Po kleptomanët si dënojnë? Prandaj nuk po pyes. Do mbajmë hallin ai duhet tani se. Si dënojnë kleptomanët? Vije që dalin më normal në nesh. Nëse ai e ka mundje. Po hape këtë lojë në Shqipëri do dalin gjithë pastaj kështu kleptomanët do t'i falin. Po ke të drejtë, me nga një recetë për shembull edhe. Po çdo njeri që kryen një krim apo një kundërvajtje penale. Dënohen ata. E shoqëron një raport mjekoligjor, pra që një pasojë psikologjike, sigurisht që ka ose lehtësira, ose nuk dënohet fare, po për të hyrë kësaj pjesës së kleptomanisë, pavarësisht se jam psikolog, jam avokate dhe më tepër ndjek rrugën se si dënohen, se sa si ekzaminohen të tillët, nuk mendoj që është e realizuar për të dhënë një raport që mund t'i shërbejë gjykatës për kjo pjesa e kleptomanisë. Dhe unë jam dakord që me këto shkresat falso shqiptarët u kanë gjetur kokën në shumë muhabeteve dhe ne e dimë, e kupton, edhe shpëtojnë. Shiko, unë jam i shqetësuar me një gjë tjetër. Mirë që disa shqiptar vjedhin, nuk është problem ky, që vjedhin. Po këta ike dhe vjedhin edhe te komshit. Ike në përbot. Para ca ditësh një në Itali, kishte vajt njëri për të vjedhur dhe gjuajtën me kazëm. Me kazëm e gjuajtën, ato njerëzit e lagjes. Para ca ditësh një tjetër në Greqi, vajti të vjedhte, u hodh nga balkoni, theu brinjën. E thoshte o lele, o mami, o nëna ime, o edhe qante, jam në video, po të filmuar. Jo, nuk e kam këtu. Tani, kjo idea që vjen vjedhin të komshit, këtë sari ta kuptojnë, mirë, dakord, na vjen në tipare të kleptomanizmit, por për shembull, unë dua kam shumë se kur më the hajde në emision se do flasim për vjedhjen, mund flasim për vjedhjen banale, pra vjedhjen e një nevojtari, vjedhjen e një, po them unë, njeriu që pse i quan nevojtar, morva atë nevojtar? Kur s'ka buk, Jo, kur s'ka buk të kërkoj buko, vla. Po s'ti japin, nuk i japin, po s'ja kanë vjedhur si pasteje. Gjithë kemi kaluar situatën të tjera. Kur kanë vjedhur shqiptarët më shumë tani në komunizëm, kur ka qenë monarkia, apo tani në demokraci? Kur ka qenë monarkia, s'jam kompetent fare, edhe librat flasin shumë pak për hajdut lekun e rëbëve në atë kohë, por në komunizëm kaq pak. Ato që bëri Zogu me Florin, a fat mos bani politik. Mos bani politik, Zogu hinë se politika, hinë ka ato të majtë. Majtë kanë vjellë historikisht. Po pëse djatët? Pa historikisht ka vjellë Ismail Qemali, a keni marrë që i kishtë në shkruate. Jo, nuk ka vjedhë Ismail Qemali. Se pranojmë këtë. Këtë se pranoj. Mirë, mos se pranoj sa dushti, po ka ca letra që... Po s'na the burimet një, burimet... Bravo, se çfarë thonë burimet e tua, Arbis? Burimet e mia, janë arkiv shtetit, me ish-kryeministrin e Anglisë. I kënë arkiv shtetit, mos një asaj temë, se nuk e thash këtë shumë. A thoi qërë të dokumenti? Dokumenti thot që ka një biznes me te me i fjallë. Në atë kohë. Kesh biznes, nuk do me thënë që ke vjetë. Po me qallë këshu bëjmë? Amona, me qallë këshu bëjmë? Si Ismaili... Mos t'i him asaj temë. A mund me shpjegosh pak ta dim edhe në tjere që se kemi dëgjuar Arbis? Po kështu ka dhe drama i pasër, edhe i Rametlia Qiku, Tosnane, Berisha, po. Gjeje kape me ligjë. Shfrytëzojnë vakuumin ligjor. Vetëm biznesmenat shqiptar kanë 30 vjetë që e kanë pas rrogën 70 lek, 100 lek, në ditë kanë marrë maksimumi, kurse të shka 1 miliard dhe sa, nuk të del koha, mi baq lek. Nuk të del koha dhe sikur që qura një pasaj. Arbis, ajo që the ti është që... Arbis, ajo... Nuk duhet të paragjukojmë, dhe me thënë se... Pra gjukim gjuhet këmë, mos në bani me përmenda emra, se unë nga që i flas me emra, më kanë thanë mos fol me emra në për studio. Mos mund përmenda emra, po se qitë ta juve, jo, përgjësi këto rresti që më shëqërojnë. Ma fujti mu një person që ka marrë, ku di unë, 5.000 lek në kotën verit rogë, kurse sa të ka pasuni, a kuptan 800 milion euro. Arbis, do më ndjekësh pak, Arbis, më ndjekësh pak të luta. Ata shfrytëzojnë vakuumit ligjor. Por unë po të thamë ujku të këtë gjurma, unë po të thamë si ka ba. Nëse fillimi kapitalizmit patit, sa mund. Fillimi nuk ka kapitalizm, se një gjo, e kam studi qik ma shumë këtë temet, sepse jam pa shumë kurios, se si mund bëhe 1 miliard euro për 30 vite. Përjashto drogen, tregtinë e armëve, edhe se që ishte një tret, nuk bahen atë qlek. Në qofë se ti nuk futesh në për koncesionet shtetnore. Nuk ishte as i lloj mundësie, zero mundësi të merresh çat dushti. Ta i kanë bava. Arbis, ma thuaj pak që ta kuptoj. Arbis, nuk e kuptova. Ta janë ato. Arbis, nuk e kuptova. Në kohën e komunizmit nuk kanë vjallë se të sakatoshin ndru më... Tani,
Kam vjedhur babën. Tani si pas teje... Unë s'pa tham, ndihgjoj, si e keni këtë më e gjusë, s'kan vjedh. Unë po tham kanë vjedh. Do më ndjekësh pak pyetjen se s'to kuptova të lutem, pa sqarohem unë. Se kur s'kuptova unë këtu në studio nuk ka kuptuar dhe ai që po vjedh. Si pas teje në arkiva ekziston që Ismail Qemali ka vjedhur se ka bërë një biznes me le themi Kryeministrin e Anglisë në atë kohë. Kështu thuhet në arkivat shqiptare po thua? Tash për erojin tonë, nuk kemi qef. Kështu thuhet? Po. Okej. Unë dyshoj, po duhet verifikuar ky lajm. Të bësh biznes, do të thotë që ke vjedhur tani se. Tani, do hapim si tim, se ta gjej tani me 2 minuta me telefon. Do hapim si tim, keni qef. S'ka problem. Unë po them vjet marrëm edhe thashë theme rruga shumë për marrë me fol për kryeministin e Shqipërisë. Ti hap dokumentat e shtetit arkivës. Po dokumentat e shtetit janë të hap me i ka marrë zotëria që ka dalë një emision dhe ja tha haptas dhe ishte dokumenti i printum. Çfarë rëndësie ka? Është e vërtet kjo që thot? Ka qarkullim materiale, jo unë jo. Po pse mos i... Jo, me që do të Jo, zotëria thash si shembull, a kupton? Edhe unë kam tuar materiale. Se Arbisi thot që zvidhej, unë them që fshatarët qytetarët të tërë vidhin, qa vidhin? Vjedhje masive ka qenë. Në kooperativ, po. Ne në lagje tonë, për shembull, 2 kategori kena njohë gjithë lagja. Hajdutat, që kena pas 2 hajdutat që vjallë që njohë bicikleta e gjana, edhe spjojt. Kena njohë gjithë lagja. Spjojt që kena njohë gjithë, arohat pjesë. Po të një spjojt edhe informator, edhe që ishë njohë spionat ordiner, që ishin këshu për pasaj informatorët harohet mund të kesë pas spjojt. Edhe 2200, ato në kustume kolare pasaj, ato pa diqin vedin, se s'kishtë kustum në atë kohë. Më thoni pak të lutem Dea, sa larkë shkon një shoqëri që e toleron vjedhjen? Pra e shikon, e di që hajdutët janë aty, edhe si bën përshtypje fare. Arbis të lutem, sa shkon larkë një shoqëri që e toleron këtë vjedhje? Mendoj që problemi kryesor, veç edukimit familjare, gjitha këto me radhë që vlejnë shumë, jo me dhunë, por me mirë kuptime të folur, me çdo gjë që është jashtë dhunës. Pjesa e dytë pastaj ku çalon shoqëria jonë në raport me vjedhjen është dënimi, pra marzhi i dënimit. Dikush që bën një vjedhje e ka dënimin në gjop deri në 6 muaj. Nëse është një vjedhje e zakonshme, jo në bashkëpunim dhe pa pasoja të rënda. Pra, mendoj që njerëzit vjedhin kaq në masë, sepse dënimi që marrin është minimal. Ku kemi më vënë në burgjen e mi birë me dënu dhe këta që vjedhin. Shumë. Unë e ba me e dzalë hajdutin peshkia ime dhe me vra, ha burg për vrasje. Jo tani, u banë vite. Ndoshta do të vinin më pak. Kam një lagje më që bë burgu. Ja, një sekondë se që ka shumë e bukur kjo që thot Arbisi. Pse duhet ndodhi kështu? Se duhet ndodhi kush? Ja, thuaj edhe njërë. Ta dza vetën hajdutin në shpi, ke kohë ka krevatit, në guzhin, ku di vetën, të në vjallë, e thera, i rash, vdiq, ik në burg për vrasje. Po, shu e ka ligji shqiptare, vërtet është. Po jo vetëm në Shqipëri, edhe në gjithë botë. Jo, edhe në Amerikë. Shu është në gjithë botë. Në Amerikë, në Amerikë vetëm mos i gjujmë as shpine, kur tjetë duke ik. I re për balë, se në Amerika i ban armën pikrish për këtë arsye. I re për balë nuk fillon procesi fare. Po me sa unë në Itali po, a i të dënon në Hollandë. Megjithatë ne folëm për një marrë të ullët në vjedhje. Jo, Nela bëri një pyetje shumë dhe dua që ta dëgjoj atë. Ku shkon kjo shoqëria? Se unë kam vënë re që nga videot, pra nuk është se e kam zbuluar vetë, që këtu njerëzit vjedhin çdo gjë, kalojnë rrugës, vjedhin lule, shapka, kapse, është trauma, këto janë trauma, Morerio, nuk plasim për ajdutë në të rrasë. Jo, se është trauma, tani se nuk të nxjerë nga vakti, një lule. Të shkullës lulen e pash njërën që të t'i gjësë bore, e shkulli lulen nga ajo. Ja ta them unë qash ajo grua. Për qaj duhet lulja? Ajo grua, është një grua që ka dalë pa punë në 90-ën, nuk ka më budget për të pirë një kafe për vete, nuk ka një budget, po kjo është pjesa, po themur gratë, dhe qarë bën ajo, nuk ka lek të ableja të lulen, pensioni nuk i del dhe thot, ka kjo lokali se kjo ka lek, se është biznesmen. Jo, një shoqëri që... Edhe ka pe shkull. Jo, çështja është shumë e thellë. Një shoqëri që toleron vjedhjen, një shoqëri që ngre në podium vjedhjen, atëre do t'i vjedhin edhe pandoflat, do t'i vjedhin edhe pasqyrën, do t'i vjedhin edhe bicikletën, edhe monopatinën. Them një rast që ligji ka për efekt. Jo, dëgjoj një sekondë. Them një rast që ligji ka... Jo, ta them unë, ka një rast. As edhe një. Atëre, grabitjet, keni ju marrë celularin nga dora? Nuk keni. Grabitje varsës, keni? Jo, nuk keni. Ishte një kohë para... Po pse s'ka? Se marzhi dënimit është jashtë zakonisht i lartë. 1 dhe nuk ka emigracion 2. Sa dënohesh për një... Shumë dënohesh, nuk e kam i den. Ndoshta edhe 7, ndoshta edhe 5, dhe skandales, do më thonë, dhe mirë bëjnë. Burgjet me këta, more? Po, si pas pakut, zvëndës kryeministri janë i qofë se kapej në shkelje, dënoj diku deri 5 vjetë, të paktën këshu për fol.
Gjermania për një vjedhje varse më duket Gjermania një çik si praktikon qovër për kontradikt. shembull, shumë. Një lloj, me fjalë si të vësh një varse, si ta xhesh robin me pistolet në Shqipëri, dënosh një lloj. Edhe pistoleta është tek. Prandaj janë për gjithë hajduta, ëh? Si? Dënimi tepër. Unë nuk mendoj që ne kemi hajdut, ne kemi nevojtar. Çi do thonë? Sa po vritin kështu? Nëse po vitën nga armë legale? Sekund, po për çfarë pa marrë armën ti? Pse s'ka marrën vetan? Unë nuk ka rabane vrastenik se unë. Pse se më armën unë? Jo. Më mirë preferoj me mrarë, pse sa më vrau në Robin. Po mirë më. Si që nga e punë? Çështja jote, s'ka lidhje. Çështja jote, pse se mban ti më armën? Jo më kur e kam pas drejt me majtë, e kam majtës duket sikur çam mungonte. Se nuk e manxoj më. Lëviz çava arma si herë. Se mban kjo armë të vrasin dikën po ngacmoj. Po jo më se arma nuk është vetëm funksion vrasje, arma ka dhe funksion. Arrim më Ramon më. Pa, man më. Pa, man më bu. Më shpjegoni gjë tjetër, pse të shijon shumë ajo gjë e vjedhur? Si u shijon shumë hajdutëve? Unë nuk flas dot se kam provuar ndonjëherë, kështu që unë tërhiqem te kjo pyetje. Artan, ti që je ekspert i kësaj gjë. Pse? Si ka mundësi që u shijon gjë e vjedhur? Nuk e di si. Ndoshta është e lam këto pjesën e adrenalinës që analizuam që vjedhin e kështu, por ndoshta edhe është pamund, ndoshta i kanë sfidë që ja ofrojnë vetes. Është konkurrenca ndërmjet moshave, domethënë, ky vjedhi kaq, unë vjedh kaq. Po gjithsesi është një gjë pamund, shkurt. Për të arritur diçka njeriu raskapitet në atë farfe sa në fund kur arrin. Ju e dini se po bëhet nami me këto orat e vjedhura, e di si shiten këto në mes Tiranës, shiten këto orat e vjedhura. Vidhen kudo në botë, jo vetëm orat, po çdo gjë. Shiten mes Tiranës. Të shiten mes Romës, po çfarë mes Tiranës? Po shiten makinat, Është problemi policisë pasaj. Mes Romës shiten. Është problemi doganave, kalimi gjërave shtrenjta pa një kod, pa një faturë, është një Dëgjoj Artan, ti që je i vjetër edhe Arbisi që ka lexuar arkivat. Mua më rezulton që ne vjedhjen e kemi pas qef gjatë gjithë historisë. Kështu më rezulton mua. Ashtu, ha? Ne si kaçake kemi fituar bukën e gojës. Me thënë të vërtetën. Lexoj Kutelin, aty ka hajdut dhe u ngrihet edhe im. Lexoj historinë e gjithë zonave të Vlorës që të martoheshe, duhet të vjedhje në shtëpinë e Nusës. Për zotin qa... Veriu pasaj e kishte kështu zbriste, edhe zbriste në fush, edhe qatë gjende e merte. Se ka qenë i varfër, ka qenë shumë të varfër. Po pri se ka dhe Albana diçka nga Biblia për të shtuar. A ku ka merë mi, kështu thot Biblia? Kështu thot Biblia? Pa shu e ke ku ka merë. Urdhëro. E thotë Biblia, po jo vi. Merë dhe deklaroj. Po ne që kemi mësuar keq mor Arbis. Bie një gjo, më të zume gjyku Biblia së Kuranin, po këto fenat Shqipëri, ne i kena me nipt. Edhe këto biznese. Po qa do feja me nipt, tamën? Unë e kam pas një komshion tim që ka pas shumë burga, kuptan edhe thote, atje të galeria poshtë në Spaç, thote, aty marshim Ramazan, aty fesoheshim Krishtinat, aty gjitha, sepse ajo gjamia ma madhe, ma bukur në botë, ashtë që i kënë zemër, thotë Muhamedi, a kupton? Që që ti e manë edhe Krishtinën, edhe Ramazanin, ti e manë edhe atje galeri 13 në Spaç. Kurse tani të janë ba me nipt. Ta, pasë një kjo është prona jeme, kjo prona jeme, po kur s'kishte kisha gjamia, kishte shqiptarime, ka të dole prona të shqipta me nipti. Kur do ndalemi se paneli tjetër po zhurmon, ndërkohë që pre të fillojnë ndeshja, kur do ndalet kjo... Kush hajdutria më? Po, hajdutria. Politika drastike për dënimet dhe për shkolluri po nuk i shkollove këta rëbë që ti mësosh se si jetohet vetë. Duhet rikthimi dignitetit njerëzor, më nuk... Me politika pra quhet. Po jo mo, digniteti është procesi i brendshëm. Nuk kemi burgje të dënojmë njerëz, Ornela, s'ka burgje. Nuk ka burgje. Nxërmë ato që janë për... Dënojen për 4 gram drogë, dënojen për një varse. Nuk kemi dhe këta të mëdhenj vetëm për jashta. Gra që kanë vra burrat, zirri jashtë ato të shkretat më. Mi pra po kryo, mirë burrave. Njeriu është pasuria kapitale, kush ka thënë se mira kanë ballë, mu me vraj kam thënë. Edhe mu me vraj grua kam thënë fëmijëve falë gjakun. Duhet rikthyer dignitetin njerëzor. Dhe digniteti kthehet duke u shkolluar njerëzit zoj. Patjetër. Po pra dalim në një temë tjetër e rëndësishme. Po nuk i morë këto politika që në fëmijëri. Në Japoni, për shembull, 5 vitet e para të shkollës merren me dukatin. Urdhëro? Qeverisë nuk i intereson të jesh i kultivuar. Qeverisë intereson. Po na pyeti si t'ia bajmë, këtë po them. Qeverisë intereson që ti të jesh hajdut, të thotë që po punon. Po pyeti si t'ia bajmë, kjo ishte një ide. Digniteti i njeriu kthehet vërtet duke mësuar, por është me ambicie personale, besoj unë, domethënë. Kjo hajdutliku është dhe shumë familjare. Kemi mbritur në Vënçe, Dea, Vënçe jote. Mendoj që çdo gjë fillon pikë pari nga familja. Pra njerëzit të cilët vendosin të bëhen prindër, momentin që e marrin këtë titull gati hynor, duhet të dinë çfarë shembulli japin. Nuk mendoj që prindër të mirë, të edukuar, të sjellshëm që
kanë rritur fëmijë duke punuar vetë, duke dhe një shembull pozitiv, mund të lindi në raste shumë të ralla fëmijë hajdut që vjetin apo bëjnë vepra tjera. Kështu që mendoj fillon te familja dhe përfundon te ajo që tha zonja, që politikat e shtetit duhen hapur vende pune, duhen dhënë mundësi të reja, sepse duke lënë këta persona që ishin me këtë smundjen e kleptomanisë, mendoj të tjerët po të kenë pak më shumë mundësi, do të vidhin ndoshta më pak. Albana? Pa që ndorën e mbarë, themin e nga në tona, që t'i zënë. Po i ndëruar? Atëre, gjera parë që duhet bërë, të heqim ata vjedhësit për varfëri, domethënë shteti duhet forcojë politika sociale, pastaj ata që janë duhet profesional që të marrin dëshkimin e merituar, mbas edhe më të rrallë. Bylle Vënçe? Bylle Vënçe? Merre ato që thash, ato i nga ty prisja një Vënçe të tipit, çfarë të bësh kur shteti vjet i pari? Këtë po prisja, me thënë të vërtetën. Ti se the tashi, ti kuaj ma beta. Ne kam thënë emisione tjera. Këtë po prisja. Nuk je dakord ti me mu. Jam më rëzisja. Se pushkën dorë me shkumi vranë zyre. Quhet revolucioni armatosur. Jo, harroje. Atëherë, shtetet e mëdha janë bërë me revolucionet armatosur. Jo, sepse të vjen këtu. Ka ardhur prapë diktator. Kjo ishte Vënçja jote, Po tallesh ti, asnjëherë, më thuj një shtet i fortë që nuk është bërë. Amerika me luftën veriu. Danimark, në Suedi. Si janë ba? Amerika vetë. O po diktator. Që ke varën lusin vendit, se ashtu ai pëlqen. Arbis, kjo ishte Vënçja? Absolutisht po, ju e dini. Erion? Vënçja ime është kjo. Vjedhja na prish punë në ekonominë kombëtare. Dhe mua nuk më pëlqen se njerëzit janë të prirur ta tolerojnë. Në moment që ti e toleron, dhe unë çuditem me një gjë shumë të madhe, janë me mira njerëz që shkojnë nëpër kisha, nëpër xhamia, dhe nuk e di çfarë dreqin mësojnë atje. Kërkojnë të falen mëkatet. Po çfarë mëson atje në kish, çfarë mëson atje në xhami, Vjedhin vllajën jam shumë i çuditur. Shkon në xhami dhe numri i vjedhjeve rritet. Lutem që të falen mëkatet. Ligji numër 1 thotë mos. Ja, ligji numër 1 thotë mos vidh. Hoxha del atje, mos vidh. Priti del atje, mos vidh. Tani ç'a kanë këta valla? Po ka edhe kur ke bërë një mëkat. Kam përshtypjen që është një fe tjetër këtu. Që është ajo që thotë feja shqiptarit të shqiptaria, kemi dhe një fe tjetër. Të treta, të katërt, të pestë. Është hajdotëria. Tomenip. Jo me ka me nip. Tomenip, po fet me nip. Do shkojmë në publicitet dhe do takojmë me njërë në ndeshjen në Bardhazi.